e shqiptarve, e turqve, e romve, e vleve, e bosnjakve, dhe çdo komuniteti që jeton prej shekuj të këtu. Ministër, respekto kushtetutën dhe ligjin. Aq kërkojmë, ne nuk zbrasemi. Faleminderit. A ka mundësi pak të shpërndani pasi pas është shumë e blokume udha. Shpërndani djathtas dhe majtas, ju lutem. Të dashur student, të nderuar qytetar, të respektuar profesor dhe të rinj, sot jemi përsëri këtu, jo sepse kemi dëshirë të protestojmë, por sepse ende nuk kemi një përgjigje. Pas protestës së parë pritëm reflektim, pritëm dialog, pritëm përgjegjësi institucionale, pritëm harmonizimin e ligjit për gjuhët me ligj për jurisprudencën, por ajo që morëm ishte heshtje, vonesë dhe përpjekje për të ratifizuar kërkesën tonë. Dhe sot po e themi qartë, studentët nuk do të lodhen duke kërkuar të drejtat e tyre. Ne nuk kërkojmë favore, ne nuk kërkojmë privilegje, ne kërkojmë vetëm ato që është normale në çdo shtet demokratik, që provimin e jurisprudencës të japim në gjuhën shqipe, në të cilën edhe kemi studiuar. Si mund të na kërkohet të ndërtojmë drejtësi nesër, kur sot pa drejtësia ushtrohet vetë mbi studentët? Kjo nuk është vetëm çështje akademike, kjo është çështje dinjiteti, çështje barazie, çështje respektimit të qytetarëve të këtij vendi. Ne besojmë në një shtet të barabartë për të gjithë, besojmë në një shoqëri ku askush nuk ngjehet qytetar i dorës së dytë, besojmë në institucionet që nuk matin të drejtat sipas përkatësisë, por sipas parimeve të drejtësisë dhe demokracisë. Sepse vetëm një shoqëri që i trajton të gjithë me barazi mund të ndërtojë stabilitet, besim në të ardhmen evropiane. Ky është mesazhi im. Studentët nuk janë problemi i këtij shteti. Studentët janë e ardhmja e këtij shteti. Prandaj sot, edhe një herë i bëjmë thirrje publike ministrit të drejtësisë, zotrin Filkov, mos e trajtoni këtë çështje me arrogancë institucionale. Mos heshni përballë një kërkese legjitime, sepse çdo vonesë është mesazh që sistemi nuk po dëgjon studentët. Po ashtu, i bëjmë thirrje edhe kryeministrit Kristian Mickovski. Mos e lini këtë temë të mbetet vetëm deklarata për media. Tregoni leadership, tregoni se kishte ditë të zgjedh problemet përmes dialogut, drejtësisë dhe respektit. Dhe një mesazh për të gjithë përfaqësuesit politik shqiptar. Studentët nuk ka nevojë për gara, deklarata apo reagime të përkohshme për publikun. Sot kërkohet koordinim, përgjegjësi dhe angazhim konkret. Kjo është një çështje që duhet i bashkojë të gjithë, pa dallim partijake, sepse ka të bëjë me barazinë, drejtësinë dhe të ardhmen e të rinjve. Sot jemi më shumë se herën tjetër, sot jemi më të qartë dhe më të vendosur, dhe po e them me përgjegjësi të plotë, sa më shumë të injorohet zëri studentëve, aq më shumë do të rritet revolta qytetare.
sepse ne jemi të qetë, si që keni parë deri më sot, por e kam thënë, e them, dhe do ta them, ne rebelohemi kur na mohohet e drejta. Kjo protest mbetet studentore, mbetet paqësore dhe mbetet e pastër. Faleminderit. Autobusi me studentët nga Tirana është momentalisht në Ilindenja, duke ardhur për të na bashkuar edhe neve këtu, ndërsa edhe një kërkojmë nga policia të lirojë studentët arrestuar, sepse ne nuk jemi provokatorë në këtë vend. Ne kërkojmë vetëm gjuhën shqipe. Të nderuar student, të nderuar qytetar, të nderuar shqipfolës. Sot nuk jemi mbledhur këtu për t'u ankuar, e as për të kërkuar mëshirë. Jemi këtu për të rikujtuar se të drejtat që fitojnë me mund nuk falen, as nuk harrohen. Me këtë zët studentëve nuk ndjej zhurmë, por ndjej ndërgjegjen e një populli që refuzon të nënshtrohet. Andaj, sot jemi para jush me mesazh të qartë. U rikthyem këtu për t'ju thënë, gati jemi, gati kemi lidhur, gati për të kërkuar të drejtat tona, dhe gjithmonë gati për t'i jetuar ato. Gjenerata ndryshojnë, por kauza jo. Nëse duhet me këmbgulje t'ju bindim për seriozitetin e qëllimit ton, ja ku na keni. Nëse duhet t'ju rikujtojmë obligimet që prodhon ligji për përdorim gjuhëve, do të rikthehemi përsëri. Nëse duhet t'ju dëshmojmë që vullneti ynë është i palëkundur, do të lodheni ju, jo ne. Në fund të ditës e dim që të gjithë legitimitetin e kërkesës tonë. Prandaj kërkojmë që nesër të miratoni atë, me pragmatizëm, pas varritje, pa hapur plak të reja për t'i harruar të vjetrat. Dhe mos harroni, gati jemi. Sot nuk u tund vetëm ura e gurit. Sot u trihti gjithë Shkupi dhe le ta dëgjoj çdo institucion se heshtja nuk është opcion. Faleminderit Prishtina, faleminderit Tirana, faleminderit gjithë shqipfolësve, gjithë shqiptarëve që erdhën këtu për të na përkrahur neve. Dashur. Ta bëjmë foto. Kolegë, do ju lus pak, t'i presim kolegët tanë për Tirane, tani janë të zrip për e busave, se na bashkan gjithën këtu. Dërsa këtu, u kam një mesazh, lagët i kemi ende të reja, nuk jam vjetërsu. Prandaj, sot s'kemi dalë më vetëm për provimin e jurisprudencës. Kemi dalë për zbatimin e gjuhës shqipe në institucionet në Republikën e Maqedonisë Veriut. Le mos i kejnë ngajlet e njëjta edhe fëmijët tanë, se që kanë batë prindërit tanë edhe gjyshirit e tyre. Po shoh shumë fytyra të reja këtu. Shumë e shumë njerëz nga era fundit. Dhe ju faleminderit.
prej një kaos që ishte vetëm për studentët e drejtësisë, ju nuk na lat vetëm, erdhët u bashkuan. E tani do i shkojmë deri në fund qëllimit. Nuk ndalet protesta me provimin e studentës. Të gjitha. Dashur kolegë, dashur prindër, dashur shqiptar. Për krejt sebave tash kthehemi rrugës që kemi ardhur. Ju lutem mos bini prej provokimeve. Studentët e Tiranës janë atje te Uragurit, takohemi me ata atje. Faleminderit shumë edhe një herë që erdhët, me që të shmuar që përsëri mlidhemi. E dridhëm Shkupin bura. Shkupi është kuq e zi, dhe kuq e zi do jetë.